Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu Gjalla Gjalaluhu, krijuesit, udhëzuesit, furnizuesit tonë. Salavatet dhe selamet, përshëndetjet dhe duat tona më të mira dhe më të sinqerta janë për vullën e gjithë pejgamberëve, zotriun e gjithë bijve të Ademit alayhis salam, Muhammedin të birin e Abdullahut, familjen e tij të pastërt, sahabët, shokët e tij të ndershëm, dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunnetin, fjalët, traditën, veprat, pëlqimet dhe lëshimet të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam deri në ditë gjykimit. Nderuar vëllezër xhamatlin, dynjaja, bota në të cilën jetojmë, për muslimanin është vend i punës, me anë të së cilës e fiton të përjetshmën, të përhershmen dhe kënaqësinë e vërtet botën e amshueshme ahiretin inshallah. Për muslimanin bota e përkohshme nuk është synim, por është vend për veprim dhe adhurim të Allahu Teala. Andaj edhe muslimani i devotshëm nuk bëhet ashik i dunjas, mirë po bëhet ashik i Allahu Teala dhe ashik i ahiretit. Dhe tërë kohën e vetë punon për botën reale. Ajo është e përhershmja. Sa bukur kishte thënë dikush prej të parëve të mirë, selefus salih, sa mdhimen ashikat e dunjas, të cilët shkun e nuk e provun kënaqësinë më të madhe dunjas. Çka mund më kanë ashik i dunjas, i cili çdo të mirë të kësaj bote e ka pas shtëpi të mirë, ka pas kerë të mirë, ka pas femra, ka pas zina, ka shiju çka i ka pas qefi me shiju. Çka mund me pas mangi ai që nuk e ka shiju? Shumë bukur përgjigjet thot nuk e ka shiju ma'rifatullah, nuk e ka shiju njohjen e Allahut. Dhe untija më e madhe që Allahu ja jep një robit të vetë është me e njoft madhninë e tij, me e njoft emrat e tij, me e njoft cilësitë e tij. Yani unë jam të hangër. Kush më dha rrezaku është Allahu Teala që më dha rrezik. Unë jam i gjallë, kush më dha këtë jetë? Al Hayyul Qayyum, i gjalli dhe i përjetshmi Allahu Teala. Unë po di që kush më dha Al Alimul Khabir, është Allahu i gjithdijshmi, i cili di çdo send për ne. A ka lezet më të madh se me njoh Zotin tënd? A ka kënaqësi më të madhe se sot sikur që kem ardhur me në shtëpitë Zotit tonë? Njëri kur e do dikënd, shkon dhe e bën ziaret, se e don. Andaj shkon dhe e viziton dashurin e tij, kur nuk e shën vend punës, nuk e shën shkollë, shkon dhe e bën ziaret në shtëpitë ti. Ne Allah s'kena me pa në këtë botë, mirë po shkojmë dhe e bëjmë ziaret në atë vend ku po na thirr Allahu Teala. E ato janë shtëpiat e Allahu Teala, në vendin ku jemi të busot. Leila dhe Qais, dy dashnor të mëdhej poezisë arabe, thot Qaisi shkoja dhe vizitoja shtëpinë e Leilës çdo natë, dhe i shiqoja muret e shtëpisë së saj, jo për dashnin që kisha ndaj shtëpisë, po për dashnin që kisha për atë që është brenda shtëpisë, për Leilën. Dhe muslimani i mirë, robi që ka kuptu hakun dhe të vërtetën, shkon në shtëpitë Allahut, për me fol me Allahun dhe me qenë mysafir i Allahut Azza wa Jall, dhe me këtë e ndin vetin që është i nderu. E ndim vetin që jem të nderuar, për arsye se jo çdo njanin e shtim shtëpia tonë. Ka e shtin shtëpi atane që ta do shpirti, e shtin shtëpi ata që don syni me e pa, ai që është i këndshëm për ty, rebelin, zinaqarin, hajnin, drogirashin, rakigjin, dallaveragjin, nuk i shtim në për shtëpia tonë, po flas për njerëz normal. Ama ki qef me e pa,
një njeri të dijes në shpitande, një njeri të devotshëm të ahlakut, të sjelljes së mirë, për të cilit përfiton ti dhe shtëpia jote. Një njeri që është dashamiri yti, që ta do të mirën tënde, atë ki qef me e pa. Pastaj nëse sot jenë shtëpitë Allahut mysafir, dije se Allahi të ka nderu. Sa për rreth kësaj shtëpie të Zotit kanë shtëpiat e tyre, po janë mysafir të Zotit, dhe elhamdulillah që Allahi na ka nderu me këtë nder. Kjo është nimet i madh. E Allahi na nderoft me shiqimin madhnin e tij, se kem anë shtëpitë ti, se kem pa Allahun, Allahi s'na kthen dur bash inshallah ditë gjykimit dhe e shohim xhemalin e Allahut Teala. Allah na e mundsof një gjë të tillë. Prandaj tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 grupe do t'i mbaj Allahu Teala në hijen e vet në ditë kur nuk ka hije që do t'i strehoje prej vapës nxehtësisë dhe të merrit të dillit që ka me qëndru mbi kokat e njerëzve në ditën e kiametit, kur do të tubohemi të gjithë do të tubohemi, dhe dillin do ta kemi 1 apo 2 mile mbi kokat tonë. Dhe Allahu Teala s'ka me na fol, e atë ditë 7 grupe janë në hijen e Allahu Teala. Mesin e tyne është wa rajulun qalbuhu bil masajid, dhe një njeri zemra e cilit është lidh me xhamia. E këshir kohën, e këshir sahatin, e këshir apenin e zanin, zemrën e ka të lidh me shtëpitë Allahut dhe don gjithnjë mu kanë mysafir e Allahut azza wa jall. Dhe këtë njeri që ka kësi zemër të lidh për shtëpitë Zotit, Zoti nuk e kthen për xhenetit ti inshallah në ditë kiametit. Se kjo kon dashamiri shtëpisë Allahut, dashamiri fjalës Allahut, e ka lexuar dhe ka shku me ngu fjalën Allahut, o kon ashik i Allahit, dhe ka lyp shiqimin Allahun dhe të përjetshmën, knatësin, lezetin, e të pamurit bukuris, gjemalit Allahu Teala, Allah nuk i bën mahrum, inshallah nuk i lën, pa jo tregu atë bukuri. Prandaj thënë dietarët e parë, Selefus Salih, me ditë mbretërit zullumqar, se çfarë xheneti dhe knatësie kemi në zemrat tona, edhe që ta kishin mu monu me na e marë. Në bovakis kemi pallatet tyne, shtëpia, apo automjete, apo jetë luksi sikur ata, po jam i bindëm vallahi që një musliman i devotshëm më shumë më i lumtur se sa të gjithë ata që i shohim në mediume që kanë me ton ari apo me miliarda pare, por rahati nuk e kanë shpirt, se Allah i s'ka thonë malli u bën rahat zemrën, po ka thonë ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, vërtet me dhikrin Allahut qetësohen zemrat. Me dhikr, me përkujtim të Allahut Teala qetësohen zemrat. Ert një ditë, një djalësh dhe e pyeti Abu Dardan, një sahabi të njohur të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, i njohur për devotshmërinë e tij, dhe i tha: ja sahib Rasulillah, o shok i dërguimit Allahu Teala, çfarë nder me najt, krah për krah me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, me e pa zgjedhurin e gjithë njerëzimit, vullën e pejgamberëve dhe me prezantu në zbritjen e shpalljes vahje. Nder më të madh ka se mu kanë krah të Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mbrojtjen e dinit dhe dërgumit Allahut azza wa jall. Prandaj Allahu i lavdroi dhe tha radiallahu anhum wa radu an, Allahu që i kënaqur me ta dhe ata që janë të kënaqur me Zotin e tyre. I tha ausini, më këshillo o i dërgum, o shok i dërguarit Allahu Teala. I tha Abu Darda radiallahu anhu, ja bunej, udhkurillaha fis sarra, yadhkuruka fid darra, përkujto Allahun kur t'jesh mirë, ka me të përkujtu Allahi kur t'jesh keq. E kundër të asaj neve sot çfarë bëjmë? Ne kur vim xhami, kur i kemi punë zër, kur na janë ngushtu pagesat e kisteve mujore të kreditit bankar, kur vjen borxhlia dhe na kërcënohet, amon ja rabi që atëherë na bjen mend me ran seqt. O kuku. Nësa, kur t'je mirë, ki risk të bëllshëm, shëndetin e mirë,
Allah i të ka dhonë evlat, ti ka dhonë gjanat e nevojshme për një jetesë normale të dunjas, dhe ti përgjigjesh thirrjes Allahut, hayal as-salah, hayal al-falah, e janë lutje, e janë namaz, e janë shpëtim, nëse ty të ngushtohet dynjaja me smuje, me gajle, me rrezik, kur ti ngrit dur dhe thu ja Rab, o Zot, ma qit një rrugdale, hek ma këtë bela prej kokës, Allahu ka me të përkujtu ty në atë moment. Nëse donë Allah me të përgjegjë në dua, kur të ki ditë të vështirë, përkujto Allahun kur je në ditë të mirë. Atëherë Allahu ka me të dalë dhe ka me të përgjegjë në lutjen dhe dua. Ja bënej, kun aliman, au mutaallima, i tha, o birim, o djalosh, bohu djetar i fesë. Na që thëjmë bohu hoqë. Këtu se na kontra, hoqë ku i thëjnë mu bo babalart, i këshyrë djemë cili sa ma trollan, cili o që s'pëdi me folë, s'di dalavere, baba ti veç për hoqë, se ty s'qka e këto punë. Dyqani lyp me rejt, baba, me mashtru ka pak, me pas dur, tek shpeta, me bo dalavere me goj, ti shumë baba bi rafsh, si trollan, ty baba për hoqë ka me të që. Ma trollanin do hoqë me bo, jo ma të zotin që e ka. Që ati që s'di kur gja, ajtë baba ty hoqë të të bëj. Kontra është, këshillimi sahabëve ka qenë gjdo njeri, ma të mirë që e kanë pas, si kur kurbanin që japish ma të mirin për Allah, që ashtu e vladin ma të mirë, qonë shërbim dinit Allahu Ta'ala. Allah i na mundësof të vlad, tili e rrë. Ma të mirë, kun aliman, bohu djetar, au mutaalliman, po s'po mëjsh djetar, bohu nëzëns, i dijes, mëso ilmin, shko dhe me për atyne që Allah ju ka dhonë dhunti dijen, shko dhe mëso për atyne. Po ama dhe këtë s'po mëjsh me bo, atër qëfar me u bo, au mustami'an, atër shko bënë dhe i dëgjushëm, bile s'pako i dëgjushëm. E nëse të tërhek vërejtën dikush të që vlau jam, që të që jetë e bon nuk ban. Heke unozën e arit se është haram për meshkujt. Heke zingjirin e qenit se është haram për meshkujt. Heke vothin e kësqeve se është haram për meshkujt. Qa be bo kështu si peder. Bile spaku që të ngojë. Mustami'an, bile bohë i dëgjushëm. Mësë bafsh hoqë, mësë bafsh talebe. Bile bohë i ngushëm. Qka e të të thonë? Po të thotë mos shko me shit alkohol, mos merë kredit bankës, mos je për rishfet, mos merë rishfet, po të tërhek vërejten, bile spaku dëgjoje këtë, dhe i katër ti mos u bënë. 3 opcionit i ka dha. Ose me njoft mirë dinin Allahut më kon alim, djetar që e njeh mirë librin e Zotit, mesazhin e Zotit ti, e njeh Kur'anin mirë, dhe e njeh mirë sunnetin, fjalë dhe traditën Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ose ngo barëm ata që ka të folin. I katërti mos u bën, haramgji mos u bën, zinaqar mos u bën, rëncan mos u bën, dallaveragji mos u bën, rrugaq mos u bën, zullumqar mos u bën. I katërti çka do që është jashtë këtyre 3 grupeve, mos u bën, i tha Abu Dardaja, nëse dëshiron ti me qenë i shpëtu. Dhe pastaj i tha, li yekun il masjid bejtuk, le tjetë gjamia shtëpia jote. Allahu akbar. Le tjetë gjamia shtëpia jote se shtëpia Allahut. Sikur njëri që punon, masene shkon në shtëpi, ose hanë mëngjezin, ose drekën, ose darkën, ose shkon në fund me bon një gjumë, shko dhe le tjetë si shtëpia jote e shtëpia Allahut Ta'ala. Le tjetë gjamia shtëpi e jote ja o musliman. Shko dhe vizito. A shkon shpiton dhe njëherë njava. E për ditjen shpiton dhe. Bile demelat knaqët të nëjtë, pritojnë mu quni gotuit me mush për veti, hizmet së një bon vetit, se dembel. Le mo që si ashek kush hajrin ati.
Dësa shpinë e Allahut e len anash totalisht. Gjumagjit për ishini, gjumagjit mashallah spis gjamia. Gjumon gjamia të vlojnë. Pastaj për namaz, gjamia ma nuk është shpije jonë. E her njafë. Sa shkemi këshyri ma kamari manga në për gjami, a i ka pasru dikush pëngjeret, si ka pasru më zë ma keq, kërkuj së pëpënën, kritika, sharje, dzër, lafe, dhe sa fare nuk është vetë aty ku duhet me qenë, mysafiri Allahut. Sa ma rallë që e kujton Allahun ta din se Allahun Taala ka me të kujtu ty shumë rallë, se thot e kam dëgju Abu Darda e thot e kam dëgju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam të thonë el mesgjidu bejtu kulli taqi, mesgjidi është shtëpia e çdo takvaje, e çdo devotshmit. I devotshmi shkon kohën s'di ku me kalu, shkon edhe hulet në xhami e pret namazin, lexon Kur'an, edhe nin vetën rahat se ka hin shpe të Allahu Taala, e cila shpi nuk ka shejtana, ka melaq, dhe në cilën shpi nuk bohën dallaveret dynjas, po bohën pazarlëqet ahiretit, se në përmjet këti vendit e fiton atë vendin e përhershëm tek Allahu Taala. Prandaj secili prej neve duhet patur synim. Nëse nuk kemi lidhje të mirë me Allahun Taala, ta dim se shkatrimin e kemi shumë afër. Momenti kur të prishemi me Allahun, Allah ka me na vështërsu dynjan. Sikur që thot Allahu Taala, "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kush largohet prej dhikrit tim, ati kom bë jetë të vështirë. Masana o kukubre, shumë bre keq u bobre. Shumë bre keq në Kosovë me jetube. Sot mu qelë bre, me një herë kisha ik për këti vendit, po ky vendi malkumbe, po Zoti për na ka malkube. Zoti se malkon, kërkon, vetëm jehudit janë të malkum. Fa ba'u bi ghadabi min Allah, e kanë meritu hidhrimin e Allahut, edhe i kanë malku pejgambert e Allahu Taala. Shqiptari nuk o malku për Allahit, po të malkon ty gjunahi yt, të godet goditja e mkatit që ti e bën o musliman. Mos falja namazit godet ty, dhe të analë riskun, shiqimin haram të analë riskun, dije se një mkat është një pikë e zezë në zemër tënde, dhe vazhdon me i ba deri sa ngurtësohet zemra, shpërsohet dhe nuk pranon më fjalë të Allahut dhe përkujtim të Allahut Taala. Dhe gjunahet janë që na e nalin neve riskun dhe na e paksojnë furnizimin e Allahut Taala. Gjunahet janë ato. Nëse shohim se po na nalet risku, dhe kështu po thënë tregtar, çdo vjet pak e ma pak po na vjen. Veç po shkem të poshtë. Qa du të me ba? Oj Amerikë, ku je, du të me na pështu neve. Dhe sa herë me të pështu, një herë me aeroplana, një herë për toke, gjatë ty me të pështu. Qu dhe pështo vetën, mas pari me Allah. Puno për hirtë Allahut, Allahun kime e gjetë që ka me dhanë. Po i këput e lidhët me Allahun ka me gjetë tsunami Japonisë. Nëse jo uji, të godet termeti i saj. Nëse jo termeti të godet era. Nëse jo era, të godet tjetër lloj dënimit virusal. Mirë po Allahu Taala i shkatron ata të cilët e luftojnë dinin e Allahu Taala. I shkatron Allahu Taala ato shoqëri të cilat i largohen dinit Allahu Taala. Prandaj në një hadith të cilin na e transmeton Imam Tabaraniu, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, në këtë hadith thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, ittaqu thalathun muhlikat wa thalathun munjiyat. Tri sende janë që ju bëjnë helaq, ju shkatërrojnë. Tri sende janë që ju shpëtojnë. Tri sende janë që ju pastrojnë për mëkateve, dhe tri sende janë që ju lartësojnë në deregje afër Allahu Taala. Cilat janë këto? Na tregon pejgamberi alayhis salam këtë hadith që transmeton Tabaraniu në Mu'jam al-Awsat, dhe Sheikh Albani thot hadith hasan sahih li ghayrihi, në Sahih Terghib wa Terhib me numrin dorë 453. Cilat janë tri shkatrimtare që shkatërrojnë një individ dhe shkatërrojnë një shoqëri, ndërum vëllezër musliman? E ka fillu me atëne që ne si shoqëri na ka kaplu. Ajo është
Tamaqarlëku. Tamaqarlëku për sakrifikim në rrugë të Allahut Taala. Kur gjë muslimani nuk dën për din Zotit me kontribu. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, shuhun muta, fa shuhun muta është lakmia tamaqarlëku që neve e bëjmë dhe i bëjmë itat. Sa tamaqar jemi sot neve ndërtim xhamijeve. Sa tamaqar jemi në mirëmbajtjen e tyre. Sa tamaqar jemi neve sot ndihmë të fukarave tonë, të jetimëve tonë. Për çdo ditë dhe çdo javë shohim në televizionet tona, edhe unë jam Kosovë dhe habitem, subhanallahu, them, a thu, kur kush nuk e njeh, as ka hale, teze, agj, as ka vlla, as ka daj, as ka kojshi, as ka katund, as ka qyteta. Po ku janë ata musliman që i lajnë ata në të si gjendjet mjerë, me smujet e tyne, me fukarallëkin e tyne? Që kjo është prej gjanave që e shkatron një shoqëri, që i thënë vetit musliman, e del muslimania se muslimania në televizion edhe thot fëmija po më ka në buk s'ka. Dhe sa fëmija janë kanë, pse se ka aerokremin, nutellën se ka, ose pse o buka bajat. E fëmija muslimani dhe muslimanes kanë buk s'ka, ilaq s'ka, një katund paftyr, një qytet paftyr, i lojnë fukarat e tyne, jetimat e tyne. E Resulullahi sallallahu alaihi wasallam e quajti këtë tamaqarlëk muhlikat, shkatrimtare. Kjo është shkatron një vendbanim. Mos mu qu muslimanit me ndihmu. Qfar islama kur Resulullah s.a.s. tha askush prej juve s'ka besu iman të vërtet, nëse ai flen ngim e kojshia është i unët. Qfar islami jemi të fol musliman? Kojshia me dalë në televizion, kamerat e televizionit me dalë dhe me pa, se s'ka me hangër dhe me pi, se u dim emnat e kojshive, zdim sa fmi ka kojshia, zdim ku punon kojshia, zdim a ka tesha dhe drun kojshia. E pasën e kem qef, halki me në këqyrë. E sa bukur Resulullah s.a.s. të regoj shembullin ati personit, që veç një herë e kishte pa, njeri këtë ndodhi, e pa dy melaçin në qil, për mire po bëjnë muhabet dhe njana pithat tjetrës, shkon bafqën e filanit, birit filanit dhe ujitës Allahit ka qumja ujit bafqën. Dhe u habit ky prej kajt ky za prej qilit, dhe shkoj për mbrapa dhe për cjeli ren, dhe pe këqyr reja ku pa shkon me një bafqë dhe ujit bafqën e ti. As njanit s'pja ujit, njanit pja ujit arën e ti. E për shëndeti filanin, tha nuk po të njoh, kush je ti? Tha asun nuk kem të njoft. Pa emni ta mësova prej nartit, prej qilit. Se e nita me laqe, i tha me laqe së reve, shko dhe ujitja i lësho ujin në barqën e filanit, e më interesaj qa ke ba që Allahit përkujtoj ty. Allah i tha nuk di, jem një bujk i zakonshëm, një robi thjesht, nuk di qa ku mba dhe qka interesant. Po nëse të hynë pun, po të tregoj qka bëj me të lashtat bujqësore, me bereqetin që nxjerri prej tokës. Një tretën e këti bereqetit e marrë dhe qaq mjafton për familjen time, e u shej grun dhe fmit e mi. Një tretën tjetër, që bëjnë 2 tretat, e marrë dhe e kthej për sëri farë në tokë. E një tretën e produktit marrë dhe ju ndihmoj akrabave dhe fukarave atyne që Allah s'ju ka dhënë bereqet. E ti, nëse bën kështune, Allah e dhe në thatësin matë madhe i thot me laqës shko dhe ujitja bafqën e filanit. Dhe nësot i kësaj dite, një men po të regon një djetar, po thot një plak, po bëjnë hajgare me ta në ditë të thatësis, para disa vjetë. Sa herë po falë namaz, po nalet, po kanë dhe për lypë Allahut ujnë bafqën e ti, për thot, ja Rab, hajvanatin që e kom, fmin që e kom, grun që e kom, nuk kanë
prej kërkahit, ardhe, përveç se për qësaj toke, mjep ja Rab. Ujit ma token, ja Rab. Dhe ata të bo hajgare, vli abre. Ty pas ka me dhonë Allah. Dhe thët kur dollën për e gjamis, kur shku me një bafë që ka shi, kërkun s'ka shi. Në bafë që në këti devotshmit, që sinqerisht e luti Allahun, Allah ju përgjigj duas ti. Përndaj ta maqarlëku është prej gjanave shkatrimtare, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe sadaka që mas shumë t'i e donë Allahu Ta'ala është sadakaja, lëmosha që e jep kur ti tutesh prej fukarallëkit. Si ki asti shumë pun të mirë, mi po thu ka dal, du me nda me këta. Se ka thonë Muhammed a.s. ushqimi njonit mjafton për 2, i 2 mjafton për 3. Ndaje me vlajnë ta, ndaje. Sot me pas mundësi vlajnë se lojnë kur farmirazi, motre se lojnë miraz, trashëgimi, me pas mundësi so kakin e hajb kret. Vidh aty, vidh këtu, vidh. Masane, Allah, si kena pun të mirë. Si kemi o musliman, se sifatet e shkatrimit jemi të i ba. Pastaj, wa hawan muttabi'. Elementi dytë i shkatrimit është pasimi i epsheve. Po du me pi një birë, pe pin baci. Qa e kisha marrë një onën që tash, po shkëm po bën zina. Qa e kisha ngreh njerë një tim, ju të mu kryt, ju të mu pas tërmi ju kanë bo mend. E pi cigaren, e pin drogën. Pasën epshëm. Lunë të sport, lotarik, qërë në gjithë mënyrë, me nga, edhe me fitu, në mënyrë të paliqme. E Resulullah sallallahu alaihi wasallam na tregon, apo Allahu Ta'ala në surat Qasas, ajeti 50, na thot Allahu Ta'ala, fa in lam yastajibu, nëse nuk përgjigje thirrjes Allahit, edhe tande ja Rasulullah, fa in lam yastajibu lek, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dije se ata janë të i pasu epshet e tyne. Njerëzit s'dojnë me ngu Allahun dhe pejgamberin sallam e ngojnë epshin e tyne. Wa man adallu mimman ittaba hawah bighayri hudan min Allah, e kush është më i devijum se sa i cili e pason epshin e tij jashtë udhëzimit Allah Ta'ala. Këtë ligjet e shtetit janë pasimi i epshit. Ligji i Allahut është hidajeti i Allahut, hudallah. Çdo ligj tjetër i përpelum për njerëzve dhe mendon se është më i mirë se Allahit është kufër. Dhe të nxjerr për dinit, Allah i na ruaj, me menu. Pasim mënyrë të verbër i epshit. E ne sot këshyrim haram televizion, gojmë haram, se po kem qef, epshit mja bo qefin, bën zina, rrugë tona, shkollat tona, në qka e shëndru musliman? Në qka e mi shëndru? Marë tash rrugës për gjami dhe një vlla, tash në gjami është. Të bë muhabet, e kanë këthuj për jashtit për thot, për punën e qikave, edukimin e qikave, majtën e shamis në shkollë, për jashtë e kom pas më misë se në Kosovë. Se në Kosovë, po ta qesin qikën prej shkollës, ta qesin. Pse ka shami, për me një që kërkush s'ta qetë. Ja, kërkush s'ta qetë. Në Francë, 4 vajza muslimane, pse e kanë e tekin e gatë, për thot për jashta, se e teke shumë i gatë. I ka dhënë vrejtë e drejtori i shkollës për jashtë. Pës për mjanë interesant se Franca është. Që mi bo francuzave tonë, drejtorave tonë, mësusnave tonë, në vend ku i thëjmë 97-8% jemi musliman mesin e shqiptarve, nësë kemi drejten elementare të mbajtjes e shamis. E pasën e vjen, edhe të lavdohet, thot, kemi institucionet tona, ne jemi shtet ligjor, e sot që mora qëto dëshënime du mja unë gje. Për me pa në qëfar shtet ligjor jemi duke jetu, në qëfar hajnije jemi të jetu, për me pa qëfar popull jemi, për me pa në qëfar gjendje jemi. Agjensioni antikorrupcion thot 1560 zyrtar nuk i kanë paraqit pasonit e tyne, s'den me kallzu mallin, se du të me marrë vesh dikush mas 2 vjete, o shku me një kasol, o këthuj me një palat.
o shku me bicikl, o këthy me Mercedes, o shku me 10 euro në gjepe pa pare, o shku del më zvet me sa pare. S'pi kallzon sa i ka paret. Për mashallah. Pastaj thot, Agjencioni Antikorrupsion ka bë deri më tani 201 kallëzime penale. Deri çtash, ata kanë qu akt padi kundër njerëzve të korruptum dhe për keqpërdorimet pozitave tyne. Thot, 44 raste kanë përfunduar në EULEX, 157 në institucionet vendore. Në 59 raste flitet për qeverinë. Në 48 raste flitet për ndërmarrjet publike. Qa po bëjnë ministrat e qa po bëjnë zavenst e tyne, qa po bëjnë drejtorët e kuvendeve komunale e drejtorit e tyne, qa po bëjnë drejtorët e institucioneve publike si kur posta, keki e vendet tjera. Thot 45 raste flitet për gjykata. Haj me det halli. Taj që e qesh nirin, o ma ka vjetë që ky tokën, ma ka marrë parës për ma këthen, a i korruptun. 45 raste që i kanë paraqit, që ka marrë rishfet, që i ka syt, mashallah, jeshil, dollar dhe euro. 43 raste janë për pushtetin lokal, 5 raste janë në prokurori dhe 1 rast është në kuvendin e Kosovës. Për hajnë ato të folë. Në këto 201 kallëzime penale, numri zyrtarëve që në 201 akt padi që i kanë ngrit kallëzime penale, numri aty në ndër që është që akt padia, sa është? 650 zyrtarë. Mu se di sa ka qeveria e Kosovës sa zyrtarë. Po kiamet 650 hajna po dalin me letra. E ata që se kem kallëzu na që na kanë marrë rishvet doktorat, e për lejet kërë që na kanë rëzu e do të mi dhonë rishvet, ato s'pi kallëzem. E për tender që ka dhonë rishvet, ato s'pi kallëzem. Veç këta që kanë kallëzu, që në kanë matë gudzimshmet. 650 zyrtar të Kosovës janë me letra që janë hajna. Qa kanë bo këta, thët shpërdorim të detyre zyrtare, autorizimet, nxjerrja kundër ligjshme e vendimeve gjyqësore. Për që e bablokët i qetë vendimet e gjyqë, qështë ja dënë? Falsifikimi i dokumenteve zyrtare, nirin e vdek të qënë me qitë në shkrim që i pëta japë tokën, ty kjo ras diku i qetën katastri a shetë. Qote e bablokët, pa i bozjaret e vlatë e vetë, cak, ja qetë në shkrimin, halal t'i vera, uzmi. Ty po t'i japë këto. Marrje rishvetit, lidhje e kontratave të dëmshme, arkëtimi dhe pagesat të paligjshme, po mdo këtë veti si në gjykat mu konë të full. Vlera materiale që kanë bët dëm, që ta që pidin që tane, e kalon 10 milion euro. Kanë me na e marë ftyrën, shërrin, kena mja u pa, kuj, këty o vajzave me shamia, bilën e denkave, këtyne me mjekra, qafën ja u thetë zoti. Me na e marë ftyrën, na e morën të rumit, na e morën hajnat, ju na e morët ftyrën. Thuj se s'pidim basi e dërkoptare, kush o hajnë këtë vend. Ai që është manda në gjami, ai që ka tut të Allahit, mos u tut ati, ai që s'ka tut të Allahit, tut ju ati, sa ai është hajnë. Hala një se kom pa i gjamis jo takva që dallohet me islam, ose një motër muslimane që dallohet me islamin e saj, me bë këto punë. As një vajse me dresës nuk ka bërtën. Ka shami, ka mantil, ka din, s'kom një hala që ka abërtu. Po plej fol, ma të zeza jenë se këto, me po qikat e tyne jenë të abërtu ati. Qika Prizrani që konë peje, shkon Ferizaj e Prishtinës vjen Prizrani, për shkojnë nalë të shmojnë mos më njëftë. Mos na shohin. Kjo faza parë, masaj se ka gale, doktor e të shpi, baba e thirë, se një kopil po na bëhet shpi. Qa ka më bëhë kjo shoqni? E baba e thirë atë frajerin e qikës, hajde këtu, u knaqën të shku njerëz në për shpia. Qa te fejumja për shkej, më ka thirë babë gjyqë, më ka thirë e në drejkë, hala kur kun të martum, as një qas kanë. Nusja po vjen, vërce, po lanë mase për shpëretat e shpis. Hala po u bo vjeherë nuse. E një kësi gjendje jemi. Edhe islamofobat hala, veç me gjithë diqka të islamit. E na ju kalzajmë juve kush jeni, hajna jeni ju. Pisa jeni ju. Njerës që s'kini tut të Allahit jeni ju, aj që këtu mranda gjamis,
ajo i pas edhe ne japim garancian për ata që i kanë rënë sejdë të Allahut Teala. Nësa për ju që to e që pëdihen e ato Allahi që i ka evidentu mu kanë me pas lisën e me laqëm ne Rabbel Alemin e din sa hajnia është me miliarda eurot kanë me darë ty hajni ta kuzum në këto lista janë prej ministrave deri të drejtort e niveleve komunale ja pa shihajrin dhe votoni jo la devam durmak jok kena me vazhdu rrugën munar s'ka roft hajnia roft partia dhe kryetari i saj, kena bu përlana për xhamia, për këtë parti apo për atë parti, se jena mësu mërnu me hajni, se dul një poezi. Na gjështu i shkojmë, vot e vot, këtë parti atë parti, jena knaq, tu po hajni, tu bo hajni, si cili korupcion, edhe ti bëhash pjesë, e këti gjinahit, pos po ban ndryshe bre hoxh me fitu punë përveç se me i dhana ti pisit, korupcion, se maj miri e mëne. Në këtë haram, mës merë pjesë. Hiq, edhe nëse të kushton biznisin tënë, zgudzon me dhanë, korupcion, se je i malkum prej Allahu Teala në dhanjen e korupcionit të cilin ti e jep. Dhe për gjanave shkatrimtare është e gjabul mër i binefsihi, vetë knatësia e nirit me vetën e vetë, egoizmi, si kur kush po minister jam bomëre, po kravatët që e kam, ta zoft frymen, po kërën që e kam, po këto që e kam atë, që kjo është e gjabi nefsihi, po lafët që di mi bo, po kështu, si të fillësh me i thonë vetit, të apo këtonë se unë jam hajta, unë jam hajt, thej kenjani. Si do këtë veti, hajt, i merë vetit mësysht pasqyret ka hongër në mazes, që kjo për gjanave shkatrimtare. Për në tha Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, nuk janë dy ujq të uritur që i vërsulen një kopes të pambrojtur të deleve, të baktis, nuk janë ma shkatrimtar se sa që janë dy njerëz, cilet e donë malin, e tjetri e donë pozitë. Këta e shumë shkatrimtar. Njëri që donë mal, ai nuk zgedh, ka thonë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Personat e tillë në ka kallëzu pejgamberi aleyhi salatu wasallam, ka thonë lakmia dhe ta maqallëk i vrapi pas malit, është emarahum bi dhulmi fa dhalamu, i urdhnon me bë zullum dhe bëjnë zullum. I bën zullum vllajt, i bën zullum motës, se jep miraz. A i bën zullum, sa dush i bën zullum. I bën zullum punëdhënësit si punëtorit se e për rogën, e shtim renda. Kur shkon mu anku, apo ankosh, ajtë për jashtë. Kujton të ne punëdhënësit sa është të i dhonë buk punëtorit, thot unë jam të i majtë, që ka që familje me buk, hamomen e të i majtë, kastravec, kur gjasje të majtë. Me majtë e manë familjen tonë dhe me halal. Kur i pagur punëtorin, nuk jetë të e majtë, jetë të e pagu. Se më të e majtë unë e mekanikin që më ndreq kërrin, jetë të e pagu. Se jetë të e majtë të furungjin që e blenë bukën, jetë të e pagu. A i të i bukën të ati parën. Punëtori punën, të ati pagesën. Moleri të lynë dhomën të shpranver, të ati pagesën, stush, unë e për maj molerin. Moleri për të ma shpinë tënde. Punëtori për të ma firmën tënde. Pa dhe gabimi maj madh i punëdhënësve që e kujton vetin që është zotnia, ajo është sklavi. Dhe ky mentalitet është shumë të biznismenat, thojza sa janë biznismenat këta tonë. Që i kanë gjetë me kaj 150 euro mi dhanë rogë, vetë fiton me mija, punëtorin mënohet me shkerë dhe pa kur farmara i thot punëtorit, e ditën e kemi. Allah i ta thënë qafën mas në e ty. Edhe livdohet punëdhënës, e që me bo, ditën e kene asët. Shkon punëtori me 1,20 € për buk, i thot punëdhënësit dhe namaz di punëdhënësi, qëtë mend, kic, ftyrën ta kallëzën, nomin e dersit qëtë mend. Punëtori i thot u shtrejtu buka, a bëm pak me na e rrit, unë gjeni qebap ma pak ta më mdela e pare. 5 vakat li është, 5 vakat li, në gjami valet. Shohën muta, që kjo ta maqallëkit që i bën i tataj. Ta maqallëkit, e ka shtin kryz bën ma shumë si që kaq, edhe vetë qaq ka menajt. Në para belalemini mas të në kur pjo thënë qafën, pjo merë malin e atëherës,
vaj për halin ta. Dhe sa ato të cilat shpëtimtarët dhe për i përfundoj, cilat janë el adlu fil ghadabi wal rida, drejtësia kur je i num, edhe të ka bën nervoz, dhe sa në po si bën zullum, që kjo të pështon, kur ndan me drejtësi. Stu ka thonë kështu në, jo, që të fjalë se ka thonë. Edhe pse e ka shumë nervoz, e kallzon tamamin që kjo në të pështon. E dyta wal qasdu fil faqri wal ghina, mesatari edhe kur je fukarallëk, edhe kur je zengjin, që kjo të pështon. Nuk kanë kohët Allah ma shumë. Stot aj kuku për mu, kur gjobre nabe, as nuk rritet shumë kur jep Allahu Taala, po nuk e merr vesh njëri kur është fukara e kur është zengjin, përveç se kur jep Allahu Taala, wa khashiyatullah Taala fi sirri wal alaniya, dhe friga për Allahut kur është fshet edhe kur është haptas. Që kjo të pështon vllaja. Mos thuj, s'pam sheh kërkush prej zyres pëthiri, une ku je vlla edhe e pëdot, vëllai kom vllajën e mi, për dit në Athinë, në Gjermani, në Danimark, në Suedi, trëllani pëthir prej drejtërisë komunale, pëthir prej firmës, pëthir, gjdo të cent që e ke hargju pa drejt ki me dhonë të Allahu Taala, gjevap. Nuk o hajni veç me fshi. Hajni është edhe në këtë mënyrë me bo këtë shpërdorim të telefonit të dikuj. Me marë kerrin zyrtar edhe me shëtit vërre, musjel me familjen tonë, ku pa shkem grusa, da pa shkem të halla teza që bo, hajtë se e kom kerrin, e kom marë qefin. Edhe musjel, me hargju. Omar ibn Abdulaziz, khalifa i muslimanve, po man të bim, pe dhez dritën, me gaz, dhe ku po përfundon të ujimi për punë të shtetit, pe hek gazin, dhe pe qëtë një tjetër për dhe në qabobe, qaj qite këtone, e deri që tash tha kem folë për punë të shtetit, vaj i shtetit është hargju. Tash jeni mysafir të misa, po bëjmë muhabet dynjas, tash në të hargjot i jemi. Që kjo konë besnikria e udhëhecëve musliman, amo kër janë konë gjemati saglam, amo gjemati kur të vjedh, Allah i bjerë, që si Allah i narujt për shërrit tyne, ja Rabbi, Allah i përmisor gjendën e muslimanve, Allah i përmisor gjendën tonë, që të përmisohen edhe udhëhecësit tonë, Allahu në ndryshoft për ka e mira, në abof për atyne të cilët këshilohen me këshil të Allahu dhe të pejgamberit alaihi salatu wassalam, Allah i përmisoft të gjallat dhe prijetar tonë, Allah i përmisoft familjar tonë, Allah i në mundësoft, insha Allah që t'i kthehemi asaj me cilën është i knaqëm Zoti i gjithësisë dhe pejgamberi mbi dashur, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.